edhe ma pak më marrë me këtë problemin e politikës ndërkombëtare, sepse në fundit edhe se ne kuptojmë këtë punë. Se kjo një fitnë e madhe, e fjalë që i themi, ndoshta nesër do të mira pishman. Për shembull, vëllezërit musliman me selefit atje. Selefit janë kontraktive, këto kontraktive, është ne këtu çka më bën? Selefit edhe vëllezërit musliman, a më rroka me luftun ndër me vetja. Po ato tjetër punë kanë atje, ne tjetër punë kemi këtu. A më kupton? Punë, problemet që ndodhin atje nuk duhet ne mi marrë për mi vetë. Nëse musliman këtë mendojmë që muslimanët janë diskriminuar në Egjipt. Çfarë do emri që kiti si xhamat këto? Kretë e dim që atje të ndodhë një padrejtësi e madhe bashkë me ndërkombëtarët në botë. Mirë po, ne nuk duhet ato punë mi nxjerrë këtu dhe mu marrë me këtë çështje, sepse nesër ndodhen ndryshe, duhet me kërku falje. Para se me kërku falje ma mirë, mos me folë përveç se me bën. Do inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.